Nëse kur përdorni një lip stain, ju del lip liner i kështu. Ja çfarë mund të bëni që mos ju dali si viz. Unë gjëja që kam më bezi është kur më duhet të riaplikoj lip linerin disa herë. Prandaj dhe mora një lip stain. Kjo është një lip marker, në fakt është nga Kiko, numri 107. Nuk i kam pas marrë ndonjëherë sepse kisha shumë bezi mos më dilte si viz. Okej, unë e kam vendosur shumë pak në mëngjes, por nuk e kisha vendosur tamam, doja t'rregoj tani se si vendoset tamam. Ju duhet një lip marker ose një lip tint, një furçë holl si kjo, dhe thjesht e marr me furçë. Dhe ke kaq shumë kontroll dhe sfumon në të njëjtën kohë, duket shumë natyrale. Po përdor të furçën nga seti Makeup by Ariel dhe Morphit. Sa intense që bëni pastaj varet nga ju. Që kur kam nisur ta bëj këtë si gjë, nuk më lëviz më lip lineri tërë ditën, dhe tani që po i vë gloss, kur të hiqi glossi, prap do i kem buzët njësoj. Dhe ky lip marker ishte shumë i bukur si shade, por kur vendosja të gjithën sikur bënte pak si në ngjyrë si ndryshku, nëse ka kuptim, nuk rinte kjo vishnja, kurse kur e bëja shumë pak si tani, dilte ngjyra perfekte, pak a shumë si ai lapsi që vendosun çdo ditë i Golden Rose, po si gjë më pëlqeu shumë, dhe duket bukur tërë ditën.